ndotja është deri diku jashtë kontrollit. Kjo për një arsye shumë themelore, pasi në 2 dekadat e fundit, institucioni që ka përgjegjësinë kryesore për të gjurmuar ndotjen në Republikën e Shqipërisë nuk i ka kapacitetet për ta kryer këtë gjë, as financiare, as teknike, as njerëzore, si kundër dhe nuk ka mundur që të kapacitoj agjencitë apo inspektoratet e veta. Pra Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe jashtëquajtur Inspektorati Mjedisor që në 2 vitet e fundit i ka kaluar kompetencë Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, ku për fat keq gjejmë edhe po themi neglizhencë të iskajshme në raport me komponentët e mjedisit që i ka pasur për detyrim t'i zbatojë. Vjen kryesisht nga transporti edhe nga ndërtimet, se Tirana vazhdon të ndërtohet. Çështja e transportit është pastaj e lidhur dhe gjithashtu edhe ndërtimeve në vazhdim, është e lidhur me prezencën e këtyre makinave. Sa makina ka në këtë territor të qytetit Tiranës. Unë mbaj mend që kam bërë një kalkulim edhe më del që Tirana ka më shumë makina për kilometër katror si qytet se sa shumë qytetet tjera të Europës. Përtej shifrave që jo në pak raste janë shumë shqetësuese, fakti është që ndotës si grimcat e pluhurit PM2.5 dhe PM10 si dhe dioksidi i azotit i kalojnë limitet e vendosura nga legjislacioni shqiptar, që ka standardet më të larta për këto ndotës, i tejkalojnë standardet e Bashkimit Evropian që i ka deri diku më të reduktuar sepse synon për një mjedis më të shëndetshëm, dhe pa harruar këtu dhe standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, cilat situata në Tiranë sidomos i kalon me disa fish këto standarde. Tirana është një nga qytetet, unë nuk di të ketë një qytet tjetër evropian që të ketë kaq pak metra katror hapësirë të gjelbër në raport me popullsinë dhe me gjithë territorin e qytetit. Hapësira e gjelbër është jashtëzakonisht e vogël. Tashmë ka qenë problem i madh dhe tashmë është akoma më i madh problemi edhe në raport me hapësirën e gjelbër, e cila presupozohet që absorbon një pjesë të ndotjes që emetohet në qytetet europiane. Në Shqipëri nuk kemi absorbim për arsye të hapësirës gjelbër.